Atëherë, kjo video është pikërisht për goca të cilat ciklin nuk e kanë shumë të rregull. Diçka ka pse vonon. Atëherë goca, për t'ju shqetësuar, në rast se keni pasur një cikël gjatë gjithë jetës tuaj deri në këtë pikë shumë të rregullt dhe këtë muaj thjesht është vonuar një javë ose dy, është normale. Është shumë normale, fiksojeni këtë. Çfarë shohin periodat e parregullta? Periodat e parregullta janë ato perioda të cilat zgjasin më pak se 21 ditë dhe më shumë se 35 ditë, ose keni mungesë të tyre për minimalisht 3 muaj. Gjithashtu duhet të kuptoni nëse gjakdera është shumë e fortë ose është shumë e lehtë, nëse keni dhimbje shumë të mëdha, nëse keni nauze të vjella, pirje, duhet të flisni gjithmonë me një mjek specialist. Pasi të gjithë këto problematika mund të vinë si pasojë ndryshimeve hormonale, stresi, një dietë jo shumë e shëndetshme, sëmundje si PCOS, endometrioza, mënyra e jetesës, pra duhet të flisni me një specialist. Atëherë mua si mami më takon t'ju jap këto këshilla. E para, të mbani shënim rregullisht ciklin çdo muaj. Të shikoni fluksimetrin, ngjyrën dhe aromën. Nëse keni ndryshime konstante, atëherë duhet të flisni patjetër me një mjek sepse është i vetmi i cili mund t'ju jap terapinë për problematikën që keni. Bye.